që ke qenë në Kosovë, me që ke pasur takim, me që ke qenë edhe rektori i Universitetit të Kosovës, mund të kesh pasur edhe njohje me profesor sërb të minoritet. Si e gjykojnë ata? Më intereson këndvështrimi tjetër. Shiqo, ata janë të ndamë në 2 ose 3 grupe. Grupi kryesor që investon në Serbia janë idhëtarët e listës serbe, e dim na gjithë. Nuk po them, kisha me dash dhe gjusë me kuptu, nuk po them se unë jam për listën serbe, unë jam për respektimin e drejta, për respektimin e kushtetutës. Një pjesë janë këta ku aty ka investu shumë edhe qeveria serbe, gjithësisht Vučići. Pjesa tjetër janë për shtetin e Kosovës, një pjesë janë neutrale. Janë një pjesë, një deputet ka fitu që li pranon këtë sovranitetin e Kosovës, i pranon ligjet që është antar i qeverisë. Po, është deputet të tjera. Mirë po, shumica dërmuese nuk e pranojnë, po ajo çka duhet ne duhet të punojmë shumë ngushtë me partnerët tanë, Bashkimin Evropian, fatkeqësisht së të kësaj dite që po flasim na jemi në sanksionin Bashkimit Sovjetik për shkak të Bashkimit Evropian. Bashkimit Evropian. Së të kësaj dite i vujmë ato. Mirë po në bashkëpunim me Amerikën edhe partnerët tanë Evropian, ne duhet ta shtrim sovranitetin. A ka më marrë kohë? Sigurisht ka më marrë kohë. Mirë po na nuk duhet të ndalemi, na duhet një gjë ta dimë se me dhunë nuk mund ta bëjmë atë. Kisha me qenë shumë i lumtur që po të arrihe kjo që ka fillu ish kryeministri Kurti, mirë po realisht ajo nuk mund të realizohet edhe nuk ka mujtë me realizuas edhe sot e kësaj dite ki këforin atje dhe sot e kësaj dite ministrat ose njerëzit e caktuar nuk mund të kalojnë. Është një problem. Përgjithsisht ky është problem midis vendeve të vogla dhe superfuqive, ose vendeve të fuqishme, si Shtetet e Bashkuara në këtë mes. Politika e jashtme e vendeve të vogla duhet të jetë edhe të mbështetet disi edhe nga drejtimi, tendenca e fuqive të mëdha në këtë rast të Shteteve të Bashkuara. Pra, interesat e Kosovës nuk i mbron dot Kosova se e ka të pamundshme ushtarakisht, nuk i mbron dot edhe pse ka prishur, edhe jo vetëm për fajt të kryeministrit të Kosovës, por dhe kryeministrit shqiptar, raportet midis qeverisë shqiptare dhe qeverisë Kosovës, por prishja e raporteve me aleatin ton të fuqishëm me Shtetet e Bashkuara, që tashmë është e dukshme, se nuk është diçka që përflitet, po tashmë është e thënë qartë, a mos po përpiqen Shtetet e Bashkuara të rrëzojnë kryeministin Kurti? Nuk e di, janë një pyetje të cilës unë s'mund t'i përgjigjem, po atë çka di duhet i tërë populli në mënyrë demokratike ta rrëzojë këtë qeveri, sepse me këtë qeveri nuk mund të shkojnë përpara. Në momentin kur ka fitu, kam pas dhënë një deklaratë se ka ndodhur diçka mirë për demokracinë, i kishte mbi 50%, mendova, kishte premtuar shumë, mendova që do të bëjnë ndonjë ndryshim. Sot, mas 5 vitesh, të gjitha të shpresa që i kam pas, të gjitha kanë vdek. Ma nuk ka një shpresë që mban mua ose mban dikën përpas asaj pjesës që fatkeqësisht janë pjesë e madhe, po mund të quajmë që janë të mashtruar apo është pastru truni e tjera, nuk isha me dashur me se nuk është punë e imja, po kjo që po them, sipas mendimit tim gjithmonë se unë jam intelektual i pavarur në këto momente që po flas vetëm në emrin tim personal dhe po jap bindjet e mia personale, ndoshta është hera parë që jam pak më rigoroz pikrisht për atë që i kam pa pasojat, për atë që po shoh ka të shku Kosova me këtë qeveri, për atë që kemi humbur partnerët tanë, për atë që mendohet të krijohet një ndarje popullatës, jo mbi baza të
benefiteve e të progresit Kosovës, po mbi bazën e stagnimit edhe të izolimit Kosovës. Kosova sot është e izoluar. Kryeministri ynë udhëton pak shtete, përpas shtetet që udhëton privatisht, dhe kur shkon për marrëveshje ndërkombëtare që është i obliguar për shkak, po mendoj, bashkimit evropian apo Shtetet Bashkuara kushdo që merr do iniciativë. Po kjo për ne është shumë shqetësuese. Prandaj e nisa në fillim, po dola në tjetër temë, sa ka qenë e damshme i prish raportet, është e dobishme për ne se let ta kuptoj populli se kjo qeveri, ky kryeministër ka mashtruar shumë herë. Me im përmen është e pamundun, po mashtrimi më i madh ka qenë, edhe unë disi kam dashur me besu se ky po i merr këto vendime kaq ekstreme, ndoshta ka një marrëveshje një prapavillë, kështu kanë thënë. Çdo gjë është e koordinuar me Shtetet Bashkuara. Duhet që është veç edhe një mashtrim i radhës. Po mirë, kryeministri Kurti, nga prishja e marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara, nga pikpamja individuale, nga pikpamja partijake, çfarë fiton? Për ne kjo është pyetje që kishim dashur të drejtu atij, po unë çka fiton në këtë moment mendoj që vetëm gjë që fiton prek një gjendje që gjithë dëshirojmë me pas me shtri sovranitetin në Mitrovicën e Veriut, edhe fiton që i shtyn të zgjedhje edhe ndoshta me atë rjetin e tij të mashtrimeve mund të arrit edhe fatkeqësisht që nuk isha me dashtas, nuk më besu të arrit edhe numrin e votave, do kjo fiton. Një gjatë du të me di, kjo kryeministër nuk e ka pranuar kur shtetin e Kosovës. Kjo kryeministër nuk i ka pranuar kur simbolet e Kosovës. Bashkove të fundit prej kur, se nuk i ka pranuar. Kjo kryeministër është shprehur për një bashkim kombëtar, pse jo? Asate, ku janë se raportet Shqipëri-Kosovë? Absolutisht. Cilin premtim e ka mbajtur deri sot? Asnjë premtim. Është shumë e dhimbshme kjo që po them. Nuk kemi ashta do premtimet që janë minore, nuk isha me dashur munal, po premtimet që kanë qenë madhore, asnjë premtim, nuk i ka respektuar as premtimet gjithsesi në shkrimet e veta, nuk e respekton as ligjin. Për shembull, sot në momentin që po flasim, kjo qeveri që është në largim, kujdestare, që e si dush është antikushtetuese, sipas ligjit që vetë ka marrë, nuk mundet me qenë edhe deputet, themi edhe kryeministër, sot vetë është edhe deputet edhe kryeministër. Domthon ka një numër shumë të madh se më kishin ndoshta orë tëra me i përmend devijimet, mashtrimet aty kështu pak më thjesht, të cilat ky kryeministër i ka bërë gjatë kësaj periudhe se tij që është në politikë. A mendoni ju që marrëdhëniet midis Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara do të afektohen, dëmtohen për një afat të gjatë, apo është diçka që mund zgjidhet shpejt? Unë besoj, ndoshta po du me besu që qeveria amerikane investimin aq të madh që e ka bërë për në ndihmu neve, kemi qenë minoritet. Me ardhur deri në këtë pikë, nuk do ta hedh poshtë shumë lehtë. Ata kanë qenë shumë të qartë. Ata kanë pezullu atë marrëveshje për shkak mos bashkëpunimit të kryeministrit. Domthonë kjo nuk është kundër shtetit. Kjo është dedikohet një personi, një partije. Edhe unë jam thellë i bindur se në zgjedhjet të ardhshme të dash Zoti që të kemi raporte tjera, nuk i takoj asnjë parti politike. Po mirë, zgjedhjet e ardhshme të kemi, mendoj që zgjedhjet janë të pa evitueshme, në bazë asaj që po shohim, edhe të kthehen raportet që i kem pas me Shtetet e Bashkuara, raportet me Bashkimin Evropian, raportet me Shqipërinë, raportet me shumë shtete tjera. Në rregull, po edhe një qendrim vetëm prej Jesmeni
nuk mund të kesh edhe me fuqi të mëdha, sepse ke dhe interesat e kombit tënd. Do më thënë, ti thuash po, Shtetet e Bashkuara, natyrisht je një vend i vogël, po duhet të harmonizosh interesat e kombit tënd, e të vendit tënd me interesat edhe të fuqisë madhe. Kjo është shumë e vërtet që po thuni, po në qoftë se prek në kushtetutë, prek në minoritar, ku kemi marrë zotime edhe na, gjatë krijimit shtetit Kosovës, ka marrë zotime edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ti të prek një diçka që nemën të ndonjë diçkajt madhore jetë damtu shtetin e Kosovës. Prandaj këtu askush nuk është kundër, edhe jam thellë i bindur, aq më pak Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të na përkrajnë mbrojtjen e interesave tona, na kanë përkrahur deri tash. Po Shtetet e Bashkuara na s'kishim mujt të pas 117 njohje, s'kishim mujt të pas as ushtri, as pavarësi, as pothuajse, sa investimet janë bën gjitha fushat. Ajo është një fakt.